Prej ditës së djeshme, Shqipëria është duke u përballur nga rreshtet e dëndura të shiut në qytetet kryesore si Tirana, Durrësi, Gjirokastra apo Lezhë. Megjithatë, nuk i ka ndaluar fatkeqësia natyrore shqiptare që ta kthejë në një situatë komike siç është bërë e udhës sa herë ka problematika, duke e marrë me sportivitet në rrjetet sociale. Disa nga videot të cilat kanë qarkulluar është që mund të bi shi shumë, por të rinjt nuk e ndalojnë mundësinë për të pirë një kafe, kësaj here duke menduar se janë në Venecia. Një tjetër episod i cili ngjalli dje kuriozitetin në rrjeteve sociale dhe të cilët u publikua gjithësisht ishte se pas çdo vështirësie mund të gjendet një zgjidhje. Dhe këtë e ka dëshmuar ky i ri në Durrës, i cili ka menduar që në mënyrë alternative të zgjidhë mënyrën për të shkuar atje ku ishte nisur. Një tjetër moment gazmor i cili nuk i ndali rreshtet e shiut ishin momentet kur kryeministri Rama shfaqin e memet e rrjeteve sociale me Vangjush Dakon dhe Mirjana Sakon duke paralelizuar memet kështu me përmbytjet në Durrës. Gjithashtu, një sport i ri apo një mjet transporti u shfaq si mënyrë alternative për ditët që do të pasojnë e do të vijojnë shiun, siç është kjo varg, e cila po merret në konsiderat në qytete si Lezhë dhe Durrësi për t'u përdorur gjërësisht. Megjithatë, për të gjitha shakave që ndodhin në rrjetet sociale, përmbytjet janë një problematikë e cila haset çdo vit në Shqipëri me dëme kolosale dhe do duhet të shikohet përtej memeve dhe momenteve gazmore për të parë sepse ka realisht familje të cilat janë të përmbytura, që kanë dëme të mëdha bujqësore e mbi gjitha, njerëz të cilët rrezikojnë deri jetën e tyre nëse hidrocentralet mund të hapen pa kontroll.